Tje. Unë mendoj se është, në Romakët e ka një shprehje, nga njerë drejtësia me madhe është pa drejtësia me madhe. Do të mbetet njoll e zez e drejtësisë ndërkombëtare. Kjo është evidente. A do të munden me gjithë krimet kryer nga ushtria shqiptare e Kosovës? Kur? Përkundër faktit, kushtrimi jam befasu, kur se kom pa në rrjetet sociale. Po çtash një ditë, ka një javë. E kom pa një skenë, kryeministri në një anë dhe shkelzen Gashi, tash e kom thënë jam i mirë, në anën tjetër, në dy mikrofona. Dhe flet shkelzen Gashi se si u që ka kryer dhe me mira dikon. Ka vrarë plaka, fëmijë e tjera. Dhe kryeministri thotë, ky është shkelzen gati, nuk është në për podruma duke u fshehur, as në për zyret prokurorisë, por është në kabinetin tim këshilltar. Jam shoku. Pra, po harrojmë se do të i kalojmë ato. Unë di se ai ka publikuar një libër për gjitha masakrat që kanë ndodhur këto. Unë e kam trojt, ne e kam rujt. Një 3-4 herë se s'më isha me besu. Para qeverisë, para hyrjes qeverisë, në dy mikrofona, e kam dëgjuar, e kam ta dërgoj më saj. Pra, çfarë do të thonë me këto? Ne po mendojmë se kjo është pyetje individi. Jo, termi ndërmarrje për bashkët kriminale përfshin të gjithë spektrin e njerëzve që janë angazhu me pa atë që po shihnin ato skena dhe me na pa neve në televizion shqiptar të fol shqip. Shteti Kosovës është aty. Edhe tjetër, unë mendoj se është përpjekje për minimin e shtetit pavarur të Kosovës. Mendoj se duhet të shifë ka herë duhet në detaje fshehet djalli. Të quhet ditë paqe. Nuk është në rregull. Kush e ka quajtur ditë paqe? Këtë Kosovë, sot zyrtarisht quhet dita e paqes. Leti që i thojmë në zhargonin ditor, dita e çlirimit. Unë po flas që quhet zyrtarisht. Fëmijët, nxënësve tanë, sot ju është thonë më shkru esej për ditën e paqes. Sa është keq? Shumë keq. Pse? Sepse nga lufta kushtim vjen liria. Unë po bëj interpretime profesionale, s'po foli me emocion. Mund të jemi revoltuar për shkak se po ma fyn gjakun aty në shife, nëse gjithçka buron nga ato galeria i kanë gjak rënë. Të thuash, kjo është dita e paqes, është fyerja atyre. Kjo do të thotë se nuk ka pas luftë, fëmijët tanë do të më thonë, s'ka pas luftë armatosur, as çlirim, por ka pas një konflikt që ka përfunduar me një kompromis. Kështu do t'ju themi sipas interpretimit që i bëjmë ditës së çlirimit. Se nga lufta vjen liria, pastaj liria mundson vendosjen e drejtësisë herë kushtrim, e mbi drejtësi vendoset paqja. Në Kosovë ende s'ka paqe. Sepse ende ketë për çdokur e që s'dihet ku janë. Ende ke kriminal serb që janë dënuar, ende s'është dënuar Serbia, ende mbahen lider të luftës dhe të paqes në një gjykim të padrejtë me do aktakuza të stisura nga Shërbimi Sekret i Beogradit, prokuroria serbe, ruse e argat besa këtu mbrana vendit tonë. Pra, kjo është burimi i paqes, drejtësia. Kur vendoset drejtësia, ndërtohet paqja. E drejtësia në Kosovë ende është larg. Edhe paqja për këtë arsye është larg. Sot është dita e lirisë dhe çlirimit. Unë qëllimisht po i them e lirimit se çja është çorganizim, mobilizim. Edhe s'po përdor çën në aspektin gjuhësor, se duhet me qenë ai profesori i gjuhës që shkon te Adriatiku me Naseru. Por problemi është këtu. Se kemi të bëjmë me ditën e lirisë, që erdhi si rezultati i sakrificës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës, së popullit Kosovës, së miqve tonë dhe aleatëve tonë, dhe për shkak dështimit përmes diplomacisë me e shu ose me ndal të farë gjenocidin serb. Prandaj, unë mendoj se populli, rinia që janë e ardhmja këtij vendi, duhet ta ruajnë kujtesën të pastër, jo t'jau përzime dhe t'ja njollosi me forma tilla të interpretimit lirisë si paqe. Edhe ta çmojnë më shumë lirinë. Duhet ta çmojnë, duhet ta ruajnë kujtesën, duhet ta respektojmë atë vlerë. Kombit tonë. Kjo është rruga për me mujt me ndërtue një Kosovë në paqe pastaj në të ardhmen. Po. Njërit ju falenderoj shumë sonte për këto dy rrëfime shumë veçanta për cilat besoj edhe publiku pajtohet me mua 100% zoti Bytyqi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Duat që unë si gazetari i gjeneratës më të re, natyrisht ju them përgëzime për punën tuaj, për karrierën tuaj, sidomos për momentet më të vështira ku keni shërbyer si gazetar dhe keni informuar opinionin publik, përfshirë këtu edhe mua se ju kam ndjekur nga ekrani. Faleminderit shumë. Unë kam pas rast me bashkëpunu edhe me babain e juaj, me Bedrin, si kolegi i mirë, i afërt,
edhe kam kujtimet më të mira për